Listat emërore në çdo rast kanë objekcione dhe qëndrime, secili antar ka njerëzit e tij të preferuar dhe secili mund të bëjë listën e tij. Aq më tepër kjo në Partinë Demokratike, që ka shumë karaktere, ka debate, ka qëndrime, ndryshe nga kundërshtarët ku shumica kalon në një matricë nga ku dalin qofte që mendojnë si kryetari. Edhe un kam objeksionet e kontestimet e mia të cilave do kisha qëndruar, nëse nuk do t'isha izoluar përdhunshëm, duke mu privuar liria fizike dhe pasioni i madh për politikën, shërbimin publik dhe marrëdhëniet njerëzore dhe miqësore, duke më hequr mandatin dhe ndaluar një ditë para shpalljes së listave edhe mundësinë për rikandidim. Qëndrimet e mia për vlerësimet e kontributeve, sakrifikuesve, qëndrestarve dhe mbështetje personaliteteve dhe njerëzve që janë kolona dhe energjia e demokratëve në qendër dhe në bazë, do t'i kisha dhënë në mbledhjet e strukturave. Distanca dhe izolimi nuk më pengon, ama të jem empatik. Prandaj, duke uruar ekipin fitues të kandidatëve, sot jam dhe e ndjej dhimbjen dhe pafuqinë njësoj si shumë miq, të cilët kanë dhënë dhe japin shumë për Partinë Demokratike, të cilët meritonin vlerësim më të madh. Jam me ta dhe jam i bindur dhe do doja që kjo fjalë nga qelia numër 6 të ishte ngushëllim dhe garanci. Asnjë gram djerse e derdhur nuk do të shkojë dëm dhe asnjë kontribut nuk do të zhbëhet dhe nuk do të zerohet. Politika është maraton dhe momentet kur duket sikur je fundosur apo padrejtësia të ka vënë përfund, në fakt janë baza e fortë për forcim dhe ringritje. E kam provuar personalisht shumë herë dhe për herë jam ringritur më i fortë. Beteja të forcojnë, askush nuk duhet të dorëzohet nëse do të ketë sukses. Demokratët nuk harrojnë sakrificat e askujt dhe busulla e tyre është më e sakta. Kjo është vetëm një etapë që u mbyll sot. Nga ky moment nuk na lejohet të shpenzojmë energji me brenga. Duhet të gjithë bashkë të jemi motorët e pandalshëm të fushatës, me kreditet dhe me reputacionin e njerëzve që kanë dhënë pa marrë, të tregojmë që një Shqipëri më e mirë, normale, me sundim ligji, me meritokraci dhe barazi mundësish, me fokusin tek ekonomia dhe shqetësimet e hallet e çdo qytetari, është interesi që na udhëheq dhe jo arritjet personale. Lufta ndaj haremit të Gaddafi Ramës dhe rrëzimi i qeverisë më të kriminalizuar dhe korruptuar në historinë e Shqipërisë është mision kombëtar. Kjo është më e madhe se secili nga ne dhe një motivim i pashtershëm. Bashkimi dhe lufta ndaj qeverisë dhe mbështetja tek njëri tjetri do e bëjnë të mundur rotacionin jetik në datën 11 maj. Ju e dini mirë. Nëse do t'isha në kushte të tjera do ju përmendja me emër një për një dhe do ju çmoja nga fillimi në fund çdo kontribut. Sot ju dërgoj përqafimet dhe ju them që ndjej siç ju ndjeni shansin e padhën, mos realizimin, ndalimin e një projekti apo aspirate, por këtë herë duhet i japi mundësi Shqipërisë me luftën për çdo vot, për Partinë Demokratike dhe për opozitën.